Të dielën më 26 prill ora 19, Pallati i Sportit Flamurtari në Vlorë do të jetë skena e një prej përballjeve më të rëndësishme të sezonit në basketbollin për femra. Ekipi i Flamurtarit pret rivalin e fortë Partizani në ndeshjen e parë finale të kampionatit kombëtar. Kjo sfidë shënon nisjen e betejës për titullin kampion, pasi sezonit të gjatë dhe konkurrues, ku të dyja ekipet kanë treguar formë të shkëlqyer dhe vendosmëri për të arritur në maj. Finalja pritet të jetë e fortë dhe emocionuese, duke qenë se përballë janë dy skuadra me histori dhe traditë në sportin shqiptar. Sipas njoftimit të klubit Shumë Sportësh Flamurtari, ky është një nga momentet më kulmore të sezonit, ku çdo mbështetje nga tifozët merr një rëndësi të veçantë. Klubi u bën thirrje të gjithë sportdashësve vlonjat që të jenë të pranishëm në shkallët e pallatit për të përkrahur vajzat e tyre në këtë përballje vendimtare. Atmosfera pritet të jetë elektrizuese, me tifozët që do të krijojnë një mbështetje të zjarrt për ekipin vendas. Lojtaret e Flamurtarit hynë në këtë ndeshje me synim të qartë, të hedhin hapin e parë drejt titullit kampion, si dhe të shpërblejnë besimin e tifozëve të tyre. Nga ana tjetër, Partizani vjen i përgatitur dhe me ambicie për të rrëmbyer fitore në transfert, duke e bërë këtë përballje edhe më interesante dhe të paparashikueshme. Këtë të diel në mbrëmje, të gjitha rrugët të çojnë drejt Pallatit të Sportit Flamurtari, një ndeshje që premton spektakël, emocion dhe rivalitet të fortë sportiv. Ejani të mbështesin vajzat tona dhe të krijojmë një atmosferë të zjarrt në pallat, bashkë drejt fitores, një zemër, një flamur, një fitore. Është mesazhi që vjen edhe nga klubi vlonjat, duke ftuar të gjithë të bëhen pjesë e këtij momenti të rëndësishëm. Finalet kanë nisur, tani është koha për të shkruar historinë.